Kur është në pyetje lidhja e njerëzve, sidomos besimtarëve, me Allahun xhaleshanuhu, njerëzit mund t'i ndajmë në 3 kategori. Kategoria e parë, të cilët ndërtojnë një lidhje me Allahun xhaleshanuhu, kanë ndërtuar një lidhje të gabueshme, sepse ata, për shembull, kjo kategori e adhuron Allahun xhaleshanuhu, fal namaz, lexon Kur'an në formë të marrëdhënieve, si në formë shitblerje. Për shembull, sikur me thonë, unë të adhuroj, do të fal namaz, derisa ti të më japish pasuri, të më shërosh nga kjo smundje, do jap sadaka, që të shërohem, do fali namaz, që të kem mbarësi në shtëpi e kështu me radhë. Do të thonë, kjo një formë e lidhjes me Allahun xhaleshanuhu në një formë biznesi. Ndërsa kategoria e dytë e njerëzve të cilët ndërtojnë një raport me Allahun xhaleshanuhu janë ata njerëz të cilët e adhurojnë Allahun xhaleshanuhu, falin namaz, lexojnë Kur'an, japin sadaka dhe zeqat, nga frika e zjarrit të xhenemit, që Allahu t'i shpëtoj edhe mos të hyjë në xhenem, ose nga frika e varfërisë, ose nga frika e depresionit e kështu me radhë. Ndërsa kategoria e tretë e njerëzve që ndërtojnë një lidhje me Zotin, me Allahun xhaleshanuhu, janë ata njerëz të cilët nuk duan obligime. Do me thonë, një islam me Allahun, vetëm me Allahun, pa obligime, pa namaz, pa zeqat, pa agjërim, pa haxh, pa lexim Kur'ani. Do me thonë, ata mendojnë se me zemrën e tyre të mirë do të hyjnë në xhennet, edhe kështu e mendojnë raportin e tyre, mendojnë se ato do miren vetë me Allahu xhaleshanuhu në botën tjetër. Asnjëra prej këtyre 3 kategorive nuk është e shëndosh nëse Allahu xhaleshanuhu nuk besohet dhe nuk adhurohet me niyetin dhe me qëllimin që o Zot, unë falem sepse ti e meriton, ti je krijuesi 7 kaqeve dhe i tokës. Do me thonë, unë jam i privilegjuar që ty të bëj sejdë. Do thonë, unë falem sepse ti na krijove vetëm që të adhurojmë ti, o Zot, ti e meriton, madhështia jote nuk krahasohet me askënd tjetër, me asnjë krijesë tjetër, ti je krijuesi i gjithçkaje, o Zot. Do me thonë, nëse kështu në formë dashurie lidhet lidhja me Allahun xhaleshanuhu, edhe në formën dhe me niyetin që të kënaqim Allahun xhaleshanuhu, Allahu xhaleshanuhu do të na surprizoj me surprizat më të mëdha nga si presim dhe nga nuk i kujtojmë ato. Inshallah, lusë Allahu xhaleshanuhu që atë të adhurojmë, të falim namazin dhe të bëjmë punë të mira, sepse ai e meriton, jo në formë biznesi, jo në formë frike vetëm, jo në formë se ja për shembull do ndodhi ndonjë katastrofë kështu me radhë, patjetër të adhuroj Allahu, jo. Allahu xhaleshanuhu na ka premtuar se nëse ne jemi në rrugën drejt tij, ai afrohet afër nesh më shumë se sa, apo më afër se sa damari i qafës tonë. Wassalamu alaikum.